dhe ligjin për qeverinë e Republikës. Çfarë date mbante ky njoftim edhe çfarë shkruan? Ky ishte dërguar sot në mëngjes, po ishte përsëritja asaj që ka thënë qeveria në ditën e certifikimit të rezultateve. Faleminderit shumë. Zoti Zemaj, si keni votuar juve në këtë komision? Kemi votuar kundër. Faleminderit shumë. Edhe në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës kam votuar kundër raportit. Jo pse nuk përmban të dhënat e sakta të dërguar nga Komisioni Zgjedhor i Republikës së Kosovës, por për arsye që nuk është shpërndar dokumentacioni me kohë sa i përket aktit të tërheqjes së kryeministrit dhe ministrat të cilët vetëm janë zgjedhur në zgjedhjet e fundit si deputet të kësaj Republike. Për të siguruar siguri kushtetuese që nuk do të ketë shkelje të aktit më të lartë juridik të Kosovës, ne kemi kërkuar dokumentacion shtesë dhe është na paraqitur tek në komision një letër e dërguar sot nga kryeministri i Republikës së Kosovës, letër e cila do duhej të shpërndahej gjithë qytetarëve të Republikës, po ashtu edhe Komisionit Qendror Zgjedhor dhe Presidentit të vendit në ditën e certifikimit të rezultateve, kushtimisht para certifikimit të rezultateve, ashtu siç e parashën neni 26 i ligjit të ri për qeverinë e Kosovës. Shprehimisht, ne nuk besojmë që ky kryeministër aktual, i cili tashmë vetëm është në dorëheqje sipas kësaj letre, nuk besojmë që ky prap nuk do ta shkel kushtetutën dhe pas dhënies së betimit do të kthehet në zyrën e kryeministrit bashkë me ministrat, zëvendës kryeministrat të zgjedhur dhe do të vazhdojnë marrjen ose rënien e kompetencave dhe kryerjen e detyrave ashtu siç i përcakton kushtetuta. Në dhënien e betimit do të përfundojnë të gjitha mandatet ekzekutive ashtu bashkë edhe kushtetuta. Por në letrën e cilën është dërguar, kjo nuk është shprehimisht, sepse vetëm tregon që aspektin efektiv që ka kryer këtë proces deklarativ me datën 27, por nga që do të kryen detyrat e kryeministrit në detyrë, e cila është ashtu në kundërshtim me ligjin për qeverinë. Deklarativi referohet statusit të ministrit. Sigurisht, nuk e kam përcjell, sigurisht e keni përcjell, por këtë shpjegim do të jepte këtë çështje edhe presidenti i Republikës së Kosovës. Faleminderit shumë. Ne jemi mësuar me praktika të kësaj qeverie për shkeljet e kushtetues, për shkeljet e ligjeve, andaj ne nuk kemi ndihmuar të bëjmë pjesë kjo. Letra dorëheqjes në fakt sot ka arritur në këtë komision, si kemi pas asnjë si deputet dhe nuk e dim se çfarë do të bëjnë. Do të vazhdojnë kjo qeveri me shkeljen e kushtetutës dhe ligjet, sepse do të kthehen prapë pas këtij akti, do të kthehen në zyrë, do të kenë edhe deputet, do të kenë edhe kryeministër, do të kenë edhe zëvendës kryeministra apo edhe ministra dhe vërtet të filluar në këtë formë me shkeljen e kushtetutat dhe ligjet të Kosovës në përgjithësi. Kush e votoi për? E votuan minoriteti, disa përgjithësi, ne 3 partitë ashtu dhe kemi votuar kundër, ka pas 4 abstenime, ndërsa tjetër kanë qenë për nga minoriteti me çfarë veç edhe tentojnë të jenë nga disa serbe kanë abstenuar, Ademi ka abstenuar, Davati ka abstenuar, edhe ka abstenuar me Faleminderit. Siç e ka qartësuar në takimin e Komisionit për mandat dhe imunitet edhe për Partisë Demokratike të Kosovës deputeti Gruda, ne nuk mund ta votojmë një raport të tillë sepse është kundër kushtetues. Aktualisht në të njëjtën kohë që nga kryeministri Kurti e gjithë ministrat që janë zgjedhur deputet po tentojnë që të morën edhe pozitë ekzekutive dhe pozitë legislative që ka ndalon Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Pra, Kushtetuta e thotë qartë që nuk mund të bësh deputet nëse je kryeministër, nëse je ministër, nëse je në pozicion ekzekutiv. Këta janë, sepse s'ka ndonë dorëheqje, andaj kjo do të zgjidhej shumë lehtë nëse sot do të ofronin dorëheqjen e tyre në mënyrë që të marrin mandatin e deputetit. Në mungesë të një dorëheqje të tillë, Partia Demokratike e Kosovës nuk mund ta votojë një vendim, një raport në këtë rast, i cili është kundërshtim me kushtetutën. Nëse do të ndodhë ajo që është kërkuar qysh herët siç e dini, pra dorëheqja nga pozicionet ekzekutive,
atëherë mund të ndryshoj situata. Do t'i kresni që ju e keni anëtarin e juaj në KQZ dhe në njoftimin që lexuam pak më herët thuhet që i ka dërguar ministri 7 mars një njoftim të KQZ-s. A e dini çfarë njoftimi ka dërguar postimi i kësaj statusi në Facebook? Njoftimi është Facebook, postim në Facebook, më falni po. Shteti është pak më serioz se sa postimet e Facebookut kujt të shoh. Kemi parë disa mesazhe kanë qarkulluar rreth mundësive edhe bashkëpunimit aty shoqërinë edhe deputetët listës së si kemi bërë. Nuk mund të komentoj mesazhet personale të kujt do të qoftë. Janë në media publike. Mendoj pa janë, po nuk e di unë janë të vërteta, s'mund më dhon s'mund të falni, po nuk mund të çfarë mund tash me që raporti nuk është votuar, çka pas, si do dijë procesi? Ta shohim tash janë duke konsultuar, më mërmendje që edhe kuvendi po mjaftueshëm ekspert ligjor të cilët mund të japin rekomandime se si të shkohet tej. Nuk kesh pas arsye as nevojë më ardhi deri këtu, sikur ta respektonte kryeministri Kurti dhe ish ministrat e tij kushtetutën e vendit. Tash ne e dimë që këta kushtetutën se kanë respektuar ato 4 vite, se s'pakon edhe 12 herë i kemi dërguar gjykatë kushtetuese dhe kemi fituar lëng, por më merr mendja që s'pakon ne mundemi që vetë me votën tonë të au për ligjim shkeljen kushtetuese që dëshirojnë me bërë. Faleminderit që të më shihemi ndërkohë.